Nga fundi I shekullit të 18, në vitet mes dy luftrave botërore, Britania e Madhe ishte fuqia kryesore europiane përgjatë brigjeve të Gadishullit Arabik. Nga fundi I shekullit të 18, në vitet mes dy luftrave botërore, Britania e Madhe ishte fuqia kryesore europiane përgjatë brigjeve të Gadishullit Arabik. Britania kërkoi të mbrojë komunikacionet e saj imperiale, duke hyrë në një varg traktatesh me shejhet sundues të Kuvajtit, Bahreinit, Katarit dhe Omanit, e duke vënë cepin strategjik jugor të Gadishullit nën kontrollin e drejt për drejt britanik si protektorati I Adenit. Britania u kujdes pak për brendësinë e vendit, për sa kohë që bashkimet e paqëndrueshme fisnore nuk e kërcënonin stabilitetin e sundimtarëve përgjatë bregut. Në mbarim të luftës së parë botërore, sistemi britanik I perandorisë me traktat u duk të jetë duke I përmbushur objektivat e veta në Arabi. Alati kyç I Britanisë, Sherif Husseini, doli nga lufta si mbreti I Hijazit, një status shumë më I vogël nga ç'mendonte se I ishte premtuar, por një status që ishte I detyruar ta pranonte. Megjithë këtë, dobësitë e Huseinit si një sundimtar e bën atë shpejt jo popullor midis banorëve të Hijazit. Por më tepër, ndërsa sistemi jo I mirëpritur I mandatit e zëvendësoi sundimin osman në territoret arabe, Huseini do të shihej si një tradhtar, rebelimi I të cilit kundër sultanit kalif kishte kontribuar në humbjen e perandorisë osmane dhe në pushtimin britanik e francez të provincave të saj arabe. Reputacioni I Huseinit u rënua mëtej, kur pak ditë pas heqjes së kalifatit nga Turqia në vitin 1924, ai e pretendoi titullin për veten. Muslimanët nga do në botë e denoncuan këtë akt të një anshëm dhe udhëhecit e tyre e shpallën Huseinin të padenj për postin më të lartë të islamit. Britanikët u shgënjyen gjithnjë më tepër me Huseinin, duke parë atë më shumë si telash se një aleat të dobishëm. Kur një forcë e fuqishme nga brendësia arabe kërcënoi mbretërinë e tij hijazite, Britania kufizoi ndihmën e vet në shoqërimin e Huseinit për në mërgim. Origjinat e rendit të ri politik arab duhen gjetur te rilindja e lëvizjes vahabite në udhëheqjen energjike të një luftëtari shtetarit të jashtëzakonshëm, Abdulaziz ibn Saudit, 1881-1953. Alanca e shekullit të 18 midis doktrinës reformiste puritane të Abdul Wahabit dhe aftësisë ushtarake të shtëpisë së Saudit ka qenë dhe vazhdon të jetë shtylla e shtetit saudit edhe sot. Ndonse pashai shqiptar Muhammed Aliu e shpërndau lëvizjen, ajo nuk u eliminua. Rilindja politike e vahabizmit nisi në vitin 1902, kur Ibn Saudi mori qytetin e Riyadit, fortesën e rivalëve të tij kryesor në provincën e Nejdit. Marrja nga Ibn Saudi e Riyadit nisi epikën 20 vjeçare që solli këtë prijes të vogël fisnor në staturën ndërkombëtare si sundimtari një mbretërie që mbante emrin e tij. Në periudhën që shtrihet nga 1902 në fund të luftës së parë botërore, Ibn Saudi vuri shumicën e fiseve të Nejdit nën autoritetin e tij. Suksesi vinte prej aftësisë për të bashkuar pozicionin e tij shekullar si udhëheqës fisnor fitimtar, statusin fetar si kreu I urdhrit vahabit. Së pari, siç e kërkonte tradita, fiset ishin besnike ndaj tij në cilësinë si një komandant fitues. Por historia e Arabisë kishte treguar se besnikëria e tillë mund të tërhiqej shpejt me një përmbysje në fatin ushtarak të udhëheqësit fisnar. Formula e Ibn Saudit ishte sigurimi I një angazhimi tjetër, të nivelit më të lartë, në formën e doktrinës puritane vahabite. Ai arriti këtë duke I shtrënguar fiset të vendosen në komunitete të vogla bujqësore të oazës, ku ai kryente detyrat e dy fishta të indoktrinimit fetar dhe të ndërtimit të aleancës. Ai ngriti xhami për bashkësitë, dërgoi uleman në to për përhapur doktrinën vahabite dhe I shtrëngoi shejhët fisnor të shkojnë rregullisht në një institut fetar vahabit në Riyad. Në të njëjtën kohë, Ibn Saudi u dha bashkësive ndihmë materiale në formën e armëve dhe të produkteve bujqësore. Në shkëmbim, meshkujt e vendbanimeve pritej që të ishin në shërbim të Ibn Saudit për operacione ushtarake kurdo që ai të kishte nevojë për ta. Duke I bindur fiset të adoptojnë praktikat dhe këndvështrimin e vahabizmit, Ibn Saudi u dha atyre një ndjenjë të besnikërisë komunale, që ishte më gjithëpërfshirëse se aleancet e zakonshme fisnore. Ikhvanët apo vëllezrit u mbrojtën me një ndjenjë misioni, me një dëshirë për ta shtrirë doktrinën dhe mënyrën e jetës vahabite në zonat e tjera të Gadishullit. Angazhimi I tyre ndaj suksesit të Ibn Saudit
ishte i lidhur ngushtë me angazhimin e tyre për shtrirjen e vahabizmit. Marrëveshja pas luftës, në veçanti vënia nga Britania e bijve të Husejnit në fronet e Irakut dhe Transjordanisë, ngjalli dyshimet e Ibn Saudit se një federat hashimite po e rrethonte atë. Ai futi më 1924 luftëtarët e tij Ikhvan në Hijaz, duke marrë Mekën dhe Medinën dhe duke çuar Sherif Husejnin në mërgjim. Arabia kishte një sundimtar të ri, të parin e shtëpisë së Saudit dhe të parin e urdhrit fetar vahabit. Ajo ka qëndruar në drejtimin e atyre forcave gjerë në ditët e sotme. Britania, duke u përgjigjur me të shpejt realiteteve të reja politike arabe, negocioi një marrëveshje me Ibn Saudin më 1927. I njohur si Traktati i Gjiddes, ai e njihte Ibn Saudin si mbretin sovran të Hijazit dhe sultanin e Nejdit e të rajoneve të lidhura me të. Ai në shkëmbim njihte marrëdhëniet e veçanta të Britanisë me sundimtarët e Bregdetit dhe zotohej t'i respektonte hapësirat e tyre. Emri i shtetit u ndryshua zyrtarisht më 1932 në Mbretëria e Arabisë Saudite. Prej asaj kohe, pati marrë njohjen ndërkombëtare nga Bashkësia e Kombeve. Ibn Saudi u përqendrua tani në konsolidimin e sundimit të tij dhe në vendosjen e instrumenteve të autoritetit qendror. Suksesi i tij e kishte shtyrë një studiues ta vendoste atë midis kombë ndërtuesve më të mëdhej të botës moderne. Me aftësi të shkëlqyera, mbreti përdori forcën, negociimin, lidhjet martësore, vlerat fetare dhe apelin e fuqishëm të shembullit të tij personal për të krijuar një shtet territorial nga fraksionet fisnore në luftë. Ai ishte një figurë e lartë dhe imponuese, një luftëtar mbret nga një periudhë më e hershme, më heroike. Aq mendjeprehtë saq ishte i guximshëm, ai doli të ishte një sundimtar i drejtë dhe i matur. Për shpirtshmëria, dinjiteti dhe afrueshmëria e cilit fituan besnikrinë në shtetasve të tij. Një politikan fisnor mjeshtër, ai sundoi më pak si një absolutist se si një i pari midis të barabartëve. Ai respektonte zakonet ekzistuese dhe këshilloi rregullisht me shehët fisnor, duke parapëlqyer t'i zgjidhë mosmarrveshjet nëpërmjet bindjes e jo shtëngimit. Një aparat shtetëror në bazë mori formë në Riyadh dhe administrata futi instrumente të tilla të kontrollit qendror, si radion, transportin e mekanizuar dhe avionin. Burokrat nga vende të tjera arabe dhe anëtar të familjes saudite mbushën zyrat e shtetit. Vetëm lidhjet martësore të mbretit sollën 41 djem, duke i dhënë mundësi Ibn Saudit ta bënte familjen mbretërore një shtëpi të vërtet, sundimtarët e së cilës e shihnin si të njëjtë mirëqenien e tyre dhe atë të mbretërisë. Monarku dhe pasardhësit e tij patën pak salltanet gjatë këtyre viteve formuluese. Imazhi i sotëm i Arabisë Saudite si një vend që noton në pasuri me naftë nuk vlen edhe për periudhën mes dy luftrave botërore. Ibn Saudi sundoi mbi një mbretëri të varfëruar, të ardhurat kryesore të së cilës vinin nga pelegrinazhi i përvitshëm në Mekë. Kërkimi i vazhdueshëm për naftë nisi vetëm në vitin 1933, kur qeveria nënshtoi një marrëveshje koncesioni me Standard Oil of California, Arabian American Oil Company e ardhshme, pra Aramco. Naftë nuk u zbulua gjërë në vitin 1938 dhe shpërthimi i luftës së dytë botërore e shtyu zhvillimin e industrisë saudite të naftës deri në fundin e viteve 1940. Arabia Saudite qëndroi zyrtarisht asnjëanëse gjatë luftës së dytë botërore, deri në mars të 1945, kur Riyadhi i shpalli luftë Gjermanisë. Megjithatë, Ibn Saudi e njoftoi mbështetjen për Britaninë, që në 1940 dhe mbretëria e tij bashkëpunoi me vendet aleate. Bashkëpunimi i tillë ishte pjesërisht për shkak të varfërisë së Arabisë Saudite nga aleatët. Vitet e luftës ishin tmerrsisht vështira për Arabinë Saudite, ndërsa numri i njerëzve që bënin pelegrinazhin e përvitshëm në Mekë ra në mënyrë të theksuar, duke i tkurrur fort të ardhurat. Britania dha subvencione të drejtpërdrejta për ta mbajtur vendin në këmbë, dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhanë subvencione të tërthorta. Në të vërtetë, vështirësitë e kohës së luftës mund të kenë shtruar udhën për begatinë e dekadave pasuese. Qeveria amerikane u shqetësua për shtërimin e rezervave të naftës në SBA gjatë luftës dhe i rinisi përpjekjet për të shtrirë operacionet e saj të naftës në Arabinë Saudite. Statusi i Ibn Saudit ndryshoi nga ai sundimtarëve të tjerë arab pas luftës së dytë botërore dhe i dha atij një legjitimitet që atyre mungonte.
Ai e kishte shtuar mbretërinë e tij nëpërmjet përpjekjeve të veta dhe ndryshe rivalëve hashimit, nuk ishte njollosur me bashkëshoqërimin me mbështetjen europiane. As mund të akuzonte kush atë se lejoi imponimin e një kushtetutë të importuar shekullare europiane në hapësirat e tij. Në vend të kësaj, sundimi i tij mëshironte traditat vendase të politikës fisnore dhe islamit vahabit. Edhe pse struktura administrative e mbretërisë lindi nga dekretet që Ibn Saudi nxorri për një larmi çështjesh, sistemi ligjor saudit u bazua në sheriatin. Vëmendja e mbretit për mirëmbajtjen e qyteteve të shenjta dhe kujdesi që ai tregoi për ta lehtësuar pelegrinazhin e përvitshëm në Mekë e rritën më tej reputacionin e Arabisë Saudite si një shtet shembullor islam. Atributet e mbretit ndërvepruan për t'i dhënë fuqi atij që t'i jap formë një shteti unitar në Arabi. Ai shtet mbeti fisnor, konservator, i prirur për të parë veç nga vetja, por pikrisht ekzistenca e tij ishte një arritje dhe qëndrueshmëria e tij është fal bazave të vëna nga Ibn Saudi.